Maturantët e Pogradecit janë nënshtruar ditën e martë provimit të parë të maturës shtetërore gjuhës së huaj. Në total, rreth 300 maturant nga gjimnazet e qytetit në Pogradec morën pjesë në këtë provim i cili nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë e 30 minuta. Sipas të dhënave nga strukturat arsimore vendore, procesi u zhvillua normalisht në qendrat e provimeve të ngritura në qytet dhe u administrua nga stafet e angazhuara për garantimin e mbarvajtjes së testimit. Pas përfundimit të provimit, një pjesë e maturantëve u shprehën se testi ishte përballueshëm dhe se temat e përfshira nuk paraqitnin vështirësi të mëdha. Shorti i provimeve të maturës ose idhet në mëngjes gjithmonë orën 7 tek qendra kulturore Lacgush Poradeci, në të morën pjesë 58 punonjës të institucioneve tona, të cilët u shpërndan në 3 qendrat e provimeve. E realizuan shumë mirë detyrën e tyre dhe nuk kemi pasur asnjë problematik në zhvillimin e provimit. Gjua e huaj, sepse kemi dhe gjuhën angleze dhe gjuhën frenge, u realizua me sukses sot në 3 qendrat e provimit të Pogradecit, konkretisht kanë qenë qendër Muharrem Çollaku, Gjergj Mezi dhe Kolkoci. Kanë qenë të regjistruar 565 maturantë, që morën pjesë prej tyre 555, vetëm 10 mungesa kemi pasur në këtë provim. Procesi shkoi normalisht, unë besoj se nxënësit kanë punuar mbi testet e tyre dhe do të dalin me rezultate ato që ata janë përgatitur gjatë gjithë vitit shkollor, nuk ka pasur asnjë problematik dhe po bëjmë gati për provimin e dytë për lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Krahasuar me vitet e mëparshme, numri i maturantëve në Pogradec ka pësuar luhatje të lehta, ndërsa këtë vit rreth 300 nxënës po ndjekin procesin e maturës shtetërore 2026. Provimet e maturës shtetërore do të vijojnë më 9 qershor me testin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, më 16 qershor me provimin e matematikës dhe do të mbyllen më 23 qershor me provimin e lëndëve me zgjedhje.